Përveç disa apartamenteve, vilave dhe trojeve, me kërkesë të prokurorisë së posaçme nën sekuestro, janë vënë disa automjete luksi në emër të biznesmenit Ermal Beqiri, i cili rezulton në kërkim për dosjen e Akshit. SPAK ka arritur të gjurmojë dhe të gjejë automjetin me vlerë rreth 180.000 euro, të tipit Mercedes-Benz GLS 600 Maybach, me targ SS 555 EB. Po ashtu, në kuadër të këtyre hetimeve, SPAK ka blokuar dhe një mjet me vlerë rreth 80.000 euro, Mercedes-Benz S500 4MATIC dhe me targ AA 600 ZE, që i përket shtetasit Ermal Beqiri. Në koleksionin e makinave të shtrenjta, SPAK-u ka zbuluar dhe një tjetër mjet në emër të biznesmenit të Akshit. Bëhet fjalë për makinën Toyota Tundra, që mban targën AB 555 SO, dhe në burime të hapur rezulton se kjo makinë kushton rreth 80.000 euro. Ndërkohë, me urdhër të SPAK-ut, rezulton se janë sekuestruar dhe një makinë Peugeot 307, një Volkswagen Golf, një makinë elektrike e markës BYD, si dhe 2 motomjete, BMW R1300 GS Adventure, me vlerë rreth 20.000 euro, si dhe motomjeti tjetër, Honda Sh300. Në aksionin e fundit, rezulton se SPAK-u ka blokuar rreth 20 milion euro pasuri që i përkisnin grupit kriminal të tenderave në Akshi, me në krye ish drejtoreshon Mirlinda Karçanaj dhe më pas duke vijuar me biznesmenët Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri. Dyshimet janë se këto pasuri rrjedhin nga përfitimet e paligjshme, ndërsa do të jetë gjykata ajo që do të vendos nëse këto masa do t'i kalojnë shtetit apo do t'i kthehen pronarëve në kërkim.